Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse pini kafe çdo mëngjes, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Kafja është një pjesë e rutinës së përditshme për shumë njerëz, ata të cilët nuk rrin dot pa të. Nëse e anashkalojnë, fillojnë dhe ndihen të përgjumur dhe madje kanë edhe dhimbje koke gjatë ditës. Kjo për shkak se kafeina shkakton disa ndryshime natyrore në trup, ndaj të cilave ne krijojmë varësi. Koha që duhet për të zvogëluar sasinë e kafeinës në trupin ton është mesatarisht 50% rreth 5 orë. Kjo shpjegon përse ne duam me patjetër të pim një kafe brenda pak orësh. Sidoqoftë se sa shpejt kafeina largohet nga sistemi ynë varet nga mosha, kushtet mjekësore, ndërveprime dhe zakonet e ilaçeve të tilla si duhanpirja. Prandaj nuk është për tu habitur që kur anashkalojmë kafen e mëngjesit, mund të vuajmë nga ndryshimet që përjeton trupi ynë. Përveç faktit që nuk do të aktivizoni metabolizmin, do të ndiheni të lodhur, të plogësht, të dobët fizikisht dhe do të keni marramendje. Kafeja e mëngjesit për njerëzit në mbar botën është një ritual mjaft i domosdoshëm për energjinë dhe fokusin e nevojshëm për të nisur ditën. Por ekspertët në fakt pohojnë se edhe koha kur ju vendosni të pini kafen e mëngjesit luan një rol mjaft të rëndësishëm në organizmin tuaj dhe në vazhdimsi të ditës tuaj. Sipas Libby Galvin, e cila shkroi për këtë temë për The Times, është një kohë ideale për të pirë filxhanin tuaj të parë të kafes. Ajo rekomandon që kafja duhet të konsumohet rreth 90 minuta pasi nivelet e kortizolit, hormoni i stresit, të arrijë kulmin. Kortizoli, i cili i jep trupit një ndjenjë vigjilence, zakonisht arrin kulmin 30 minuta pas zgjimit dhe më pas fillon edhe të bjerë. Ndërkohë, cilat janë rreziqet nga konsumimi i tepërt? Megjithatë, kafja nuk është për të gjithë. Profesori Spector paralajmëron gjithashtu për efektet të mundshme negative të cilat mund të vinë ndaj marrjes së tepërt të kafeinës, veçanërisht tek njerëzit të cilët janë të ndjeshëm ndaj saj. Sipas ekspertëve, persona të cilët janë të ndjeshëm ndaj kafeinës mund të përjetojnë puls të shpejtë dhe njëkohësisht simptoma të tjera tepër të pakëndshme, por këto efekte zakonisht nuk janë të përhershme ose fatale. Megjithatë, persona të tillë duhet të shmangin kafeinën. Pavarësisht kësaj, kafeja përmban polifenole dhe fibra të cilat janë treguar se përmirësojnë metabolizmin, shëndetin e zorrëve dhe tek individët e ndjeshëm kostot e mundshme munden që të tejkalojnë përfitimet, ashtu si të gjitha zakonet e të ngrënit, moderimi dhe përshtatja ndaj nevojave individuale janë çelësi i një qasjeje të shëndetshme. Çfarë ndodh me trupin ton kur ne konsumojmë kafe estëll në mëngjes? Të zgjoheni në mëngjes dhe të rrëmbeni me shpejtësi filxhanin tuaj të kafes së preferuar nuk është zgjidhja më e mirë. Një grup studiuesish kanë treguar se kafja me të cilën nis ditën një pjesë e mirë e njerëzve mund të mos jetë mënyra më e mirë për ta filluar ditën tuaj. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është mëngjesi i vonë midis orës 9:30 dhe 11:30 paradite. Brightside gjithashtu ka treguar efektet që kafeina mund të ketë në trupin ton kur ne e pim atë me stomakun bosh. Ju mund të ndjeni të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por në fakt pirja e saj
Sa po ju të dilni nga shtrati, ndikon me efektin e saj të kundërt. Kafeja dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe mund që të çojë në probleme me gjumin, gjë e cila më pas do të rezultojë në lodhje. Nëse e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, me patjetër që mund të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohore. Kjo ndodh sepse trupi ynë mundet gjithashtu që të bëjë insulinën të bjerë dhe kjo rezulton në mungesë energjie dhe ankthi. Trupi juaj mundet që të humbas mineralet më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafes herët në mëngjes mund të bëjë që ju të humbisni shumë vitamina dhe njëkohësisht minerale thelbësore. Mundet njëkohësisht edhe që të sabotojë thithjen e hekurit, magnezit, kalcium nga kockat tuaja, duke i bërë ato edhe më të dobta. Mundet gjithashtu që të krijojë probleme edhe me stomakun. Kafeja aktivizon sistemin ton nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë e cila mundet të shkaktojë diare. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të kafes në mëngjes, por kjo mund të shkaktojë shqetësime në stomak dhe vështirësi të laktozës. Mund të çojë në shtim në peshë. Sipas ekspertëve, edhe pse kafja e zezë mund t'ju ndihmojë që të ndiqni dhjamin, ajo gjithashtu mund të prishë modelet tuaja të shëndetshme të gjumit. Kur ju nuk flini mjaftueshëm, keni tendencën të ndiheni më të uritur dhe njëkohësisht të keni më shumë dëshira për ushqime më të ëmbla. Sipas ekspertëve, shumë lloje kafesh, si për shembull pijet me kafe të përziera më ëmbëlsues, mundet që të kenë shumë sheqer dhe kalori, duke u bërë kështu shkak për shtimin në peshë. Mund të përkeqësojë ankthin. Kur ju zgjoheni në mëngjes, duhet të dini se nivelet tuaja të hormoneve janë jashtëzakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo në fakt i jep trupit tuaj një efekt nervoz dhe madje mundet që të shtojë ankthin tek disa njerëz. Mund të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafeja ju bën që të përdorni tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidroheni, është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës tuaj. Dhe sipas ekspertëve, kjo nga ana tjetër e than lëkurën tuaj dhe e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme, si për shembull rrudhat e parakohshme, dhe njëkohësisht mund të rrisë nivelin tuaj të sheqerit në gjak. Filxhani juaj i kafes herët në mëngjes e bën akoma edhe më të vështirë për qelizat tuaja për të rregulluar nivelin e sheqerit në gjak, si edhe kjo mund të çojë në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak mund të çojë në shtim të peshës dhe madje gjithashtu mundet që të rrisë rrezikun e infeksioneve të lëkurës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!